Një të premte mbrëmë, tek sa përshkoja me shëtit pitbullin tim Rikën, takova një dy dosta, Lulqyrin dhe Sami Qëpën. Që dhe Samia ke aneja? Po breja o Lëqkën. Dhe më dukën si nervos. Njoni prej tyne më tha, s'po dojnë me mlon me hinë qebar. Tan 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 tan. Tan 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 tan. I thash mama qani një dy sekunda? E mojti që. I përvjela durt, unë isa drejt lokalit ku cite e kishte kaluar gjysën e jetës. I tha ma frimit, pse s'peleni mi hi dostat e mi? Alo pa e kry muhabetin mirë me mu veç kur e kom një qatë dostin tem të bërtit? Qka me po? Ja kërë gjitë pitbull jam dostit tem. Pës si me shti USB në kompjuter, nuk ja dojke. U afrua me një mu dostit tem? Por Riko, pitbulli im nuk i pranon të komandat e mija. Krejt mështeria dole me këqyrë qka është ka bërë. Ju thash, e në mrena, se nuk o ka gjirohet film. Mone do ujtë të nëzet! Bërtite. Ma pru një ujën, pas ujë nuk bo një punë. I thash ati dësit tem, mos e shtrëngo trupin, vetë që e ka të grepit bulli që aneshko. Nejse, mas një 5-6 minuta shfart të erëta. E binda Rikon me leshu këtë dëstin tem. Dhe nga kjo citi kuptoj, që nuk bën me dal me pitbull, pa ja lidh gëjen, se të shkyn, apo të ndrën gjini. Përdirë. Farë ndodhi ma dostin to? Ja shumë keq është në mërgjens është. Ka folë me te? Po, të qa dësin tem, se qëre prof, qanin pitbullin nuk bën me prek nalt këtë të kry të syta, din, sa ja gërsot nuk o sabi, po duhet ka dal dole me prek që të të mjekra poshtë edhe mja bo, kullu. E kjo më qëtër po. Të? Po, prof me pitbull s'ka luaj? Që?